Qeni ti me mirë, kriminelt. Cilët kriminelt e luftës. Ko ka kriminelt luftës, ka gjithka, ama me shumicë ka në Serbi. Pse janë interesant? Sepse në Serbi edhe matutje trajtohen si heroj. Edhe kjo punë është shumë problematike, se jo pak. Nebojša Pavković vdiq këto ditë në moshën 79 vjeçare, dhe kjo vdekje e kallëzon mas miri që Serbia dhe Kosova jetojnë në realitete paralele. Më 1999 gjatë bombardimeve të NATO-s në Republikën e atëhershme federalit Jugosllavisë, që i kanë thonë, Nebojša Pavković ka qenë komandanti i armatës së tretë të ushtrisë së Jugosllavisë. Pasi Beogradi e Serbia janë bombarduar, shmajten djathtë nga NATO për më shumë se 70 ditë. Pavkovići nuk është tërheq nga ushtria, është ngritën në grad. Nga viti 2000 deri me 2002 Pavković ka shërbysi nga komandanti i armatës së tretë të ushtrisë jugoslave, është ngrit në shef të shtapit përgjithshëm. Ai më pas ishte dënu nga Tribunali i Hagës me 22 vjet burg për krime lufte kundër shqiptarëve të Kosovës në vitin 1999. Me 2009 ishte shpall fajtore në Hagë për të gjitha akt akuzat që ngarkonin dëbime, zhvendosje të detyruara, vrasje, persekutime të civilëve shqiptarë nga Kosova, krejt kjo po flasim në gjysmën e parë të 99-s. Vendimi i shkollës së parë për më tepër është konfirmu 5 vjet më vonë, në 2014. Në maj të vitit 2022 mekanizmi ndërkombëtar në Hagë po ashtu e ka hedhë poshtë kërkesën e Pavkovićit për lirim të parakohshëm, për shkak se ka nxjerrë që pesha e krimeve të tij është e madhe, edhe ai ka tregu mungesë të rehabilitimit. Njëri e ka vujt dënimin me burgën Finland. Për ma tepër, së bashku me të janë dënuar dhe ish shefi shtapit përgjithshëm të ushtrisë jugoslave atëherë Dragoljub Bojdanić, ish komandanti i korpusit Prishtinës Vladimir Lazarević, generali i milicisë Sreten Lukić, ish zavendës kryeministri i Republikës Federalit Jugosllavisë Nikola Shajinović. Jemi ka flasim për një garnitur të aparatit shtetëror të dënuar. Me kërkesë ndërkohë qeverisë Serbisë, Pavković u liru muajin e kaluar, u liru me 28-in për shkak të shëndetit të tij të dobët, edhe pas rreth një muaji trajtim në Beograd vdiq. Pse zgjata tregimin për një kriminal? Sepse ai në Serbi përjetohet si hero. Nëse i lexoni postimet e zyrtarëve të shtetit serb, ata flasin për Pavkovićin si njeri që mbrojti Serbinë, e nderoi uniformën e ushtarakut serb, edhe luftoi për vendin që e deshi të lirë. Tash do për juve mund ta dini, ama sa për i kujtim. Kur Pavkovići ka qenë komandant për Kosovën në ushtri, Aleksandar Vučić ka qenë ministri i informimit, e Ivica Dačić ka qenë zëdhënësi i Partisë Socialiste të Serbisë. Për ma tepër, Momir Stojanović, për shembull i lindur në Gjakov, ish shefi sigurisë së korpusit Prishtinës, edhe i dyshuari kryesor në akt akuzën për masakrën e Mejës, lere që ka dalën pension si general, po është marrë me politik deri e vonë, edhe ka qenë në krye të shiheti në iniciative qytetare në zgjedhjet komunale në Nish. Në Serbi, ka raste tjera sot dush, madje në akt akuza në mungesë dalin dhe emrat që t'ingllojnë shqip të pjesëtarëve të forcave serbe që kanë vrarë e kanë dhunu shqiptarë gjithandej, edhe këta emra janë publik. Edhe ka dëshmi që Serbia nuk e ka ndërmend me ndryshu. Ata do t'i nderojnë kriminal të dënuar si heroj, dhe derisa ky nderim vazhdon, mund të ketë paqe, ama zor ka me pas pajtim. Edhe realisht kjo është problemi i Serbisë. Të dënuarit në Hagë do t'i mbajnë në mend drejtësia dhe historia ndërkombëtare si kriminal lufte, punë e madhe qysh përjetohen ata në kafe ku pihet rakia kumllës me lakna turshi. Për mu, simptomatike është pse na prej Kosovës tentojmë ta ndryshojmë, ta demokratizojmë edhe ta evropianizojmë Serbinë. Pse na merremi me një shoqëri që i voton dhe i mirëmban kriminalët e luftës në pozita shtetërore, e nuk merremi me marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Çka e ndryshon jetën i banori Zllakuqanit, atë Prapaqanit, atë Matiqanit, nëse Pavkovići kishte vdekur në burg apo në klinikën në Beograd? Aty ne mund të ndryshoj jeta nëse kanë ujë të pijshëm, kanalizim, rrym, asfalt, shkollë, nëse jetojnë në një shtet që nuk është në sanksione, edhe një shtet që ka marrëdhënie të mira me Amerikën, shtet që i mundson të rive të rinë këtu e jo të kërkojnë çmajtën djathtë mundësi për me ikë. Me fjalë tjera, e di që Serbisë ju ka nal sa hati edhe punë e madhe. Le të merren ata me llomin e shoqënisë tyne. Po pse kemi na në shtet, përfshin ministrinë e jashtme, edhe në media, mosdivqa, që po ashtu jetojnë në të kaluarën, që kjo është situatë seriozisht e keqe dhe e dëmshme.